Tani nga Jozi, dua pak të kaloj tek Eliona. Eliona është fenomeni i Big Brother VIP Kosova këtë vit. Tani, për të bërë një lloj logjike të shpejt për Elionën, unë do të logjikoja në këtë formë. Eliona është një personazh strategjik. Do të thoni pse strategjik. Do me thënë, Eliona qëndroi e heshtur sepse pothuajse më gati një muaj janë bërë që ka filluar Big Brother VIP Kosova, studioi banorët, studioi lojën, studioi natyrën e tyre dhe tani ka futur në tre këndësh tre meshkuj. Ka futur Edin, që do me thënë Edi kur nuk ishte Dolce në shtëpi filloi të afrohet më së shumti me Elionën dhe ndoshta në qoftë se Dolce nuk do të ishte kthyer, Edi do të ishte shumë tepër afër Elionës. Ka një mes do me thënë mes Klodit, që edhe Klodi i është afruar, e ka dashur si motër, por në qoftë se Eliona do t'ja jepte atë mundësinë Klodi, që Klodi do me thënë të afrohej me të në këndin e femrës që ai pretendonte ta kishte në Big Brother, mendoj që Klodi do të kishte shprehur një lloj emocioni për Elionën dhe Toni, që në fakt në këtë tre këndësh ajo që ka rënë pre e lojës së Elionës është Benita, pasi që Benita e kërcënon dhe Benita do me thënë lufton që ta largon sa më shumë Elionën nga Toni, sepse e ndjen veten të rrezikuar dhe fatkeqësisht kjo rrjedhën tek ato femra të cilat nuk kanë vetbesim, do me thënë Benita jo që edhe ndoshta e dashuron Tonin, por është ky fenomeni apo kjo si të themi ky mendimi i krijuar në mendjen e banorëve që po të krijojmë lidhje dashurie brenda shtëpisë së Big Brotherit, ne mund të jemi më afatgjatë aty brenda edhe mund të shkojmë deri në fund. Dhe pikërisht stresi, do me thënë publikisht, ndoshta edhe ka kuptuar që Eliona ka një lloj support jashtë, apo është ndikuar nga komenti që bëri Labinot Rexha që tha ne ja kemi blerë së bashku me shoqërinë lojën stresit, në kuptimin që do me thënë ne kemi bërë tifo jashtë dhe stresi ka fituar, dhe për të mos i dhënë vëmendjen Labinot Rexhës, stresi bëri një reagim kundër drejt Elionës dhe juron fitore shpirtërisht Elionës. Reperi i njohur Stresi ka folur për prive pas deklaratës së bërë nga Labinot Rexha në Big Brother VIP Kosova, ku ky fundit pretendoi se i kishte siguruar fitoren aty. Do me thënë Labinot i tha që ja ka siguruar fitoren Stresit. Stresi e mohoi kategorikisht këtë, duke u shprehur Labis të jep zgurin me ta qa kryen. Do me thënë është dialekt verior. Nuk ta jep zgurin për ta qarë kokën, ka thënë. Gjatë intervistës, reperi u pyet se kush e meriton fitoren për këtë edicion, ai u shpreson që këtë vit të çmimin ta fitoj Eliona, sepse janë prekur thellë thot nga historia e saj. Inshallah këtë vit thot e fiton një femër e cila më ka prekur shumë thellë historia thot realisht e asaj vajze. Të humbësh nënën, ke humbur gjysmën e jetës, gjysma e zemrës nuk është njësoj thot, më vjen keq që po i përdoret familja ndjer, dash të Zoti thot, dhe publiku e gjithë shqiptaria e voton t'ja japim një shans asaj vajze për jetën e saj, u shpreh Stresi. Do me thënë, të qëndrojmë në atë që unë e kam thënë gjithmonë, që unë në fakt pres që Eliona t'jetë fituese e këtij Big Brotherit, sepse Eliona si është dhënë një vëmendje shumë e madhe dhe mendoj që e meriton, por do të shohim se si do të vi loja. Normalisht banorët me lojën e tyre vendosin fituesin, unë e shoh dhe lëndrimin shumë entuziast për të shkuar drejt finales, sepse për të thënë fituesin është shumë herët. Por mbi të gjitha Stresi mohoi kategorikisht, do me thënë nuk ja dha vëmendjen Labit, por mohoi kategorikisht që Labi është një personazh i cili ka ndikuar në fitoren të Big Brotherit të parë të Stresit. Tani, unë këtë edicion, me patjetër që do ta mbyll me një thënie, siç talku im e meriton në fakt të mbyllet, do ta bëj një herë këtë. Ju mos harroni, çdo të mërkur, ne sonte nuk kemi kyçur linjën telefonike, por nga e mërkura tjetër në orën 21 do të jetë e kyçur edhe linja telefonike. Unë do ta mbyll me një thënie. Jemi njerëz të cilët njohim njerëz të ndryshëm në këtë botë. Jemi rritur me shok të cilët i kemi quajtur shok të jetës edhe shok të zemrës. Nuk kemi qenë askushi, na kanë ndihmuar, na kanë zgjatur dorën, na kanë ndihmuar që ne të realizojmë ëndrrën tonë dhe ne kemi ndërtuar një dikushin brenda vetes tonë. Dhe sot thuhet ky dikushi që është dikush. Le të mos bëhemi bukshkel ndaj atyre të cilët na dhanë dorën, le të mos bëhemi
injorues ndaj atyreve të cilëve na ndihmuan kur ne ishim shumë keq, sepse shoku i cili të do është ai i cili të zjat dorën kur ti je në ditët e tua më të vështira të jetës, të merr nga toka, të ngre, të jep fuqinë edhe të thot hec përpara. Dhe ti nesër kur të bëhesh dikush, asnjëherë mos e haro atë që të dha bukë, që të dha forcë, që të dha mundësinë kur ti realisht bota ishte sipër teje dhe të pyeste se çfarë të bësh. Njerëz të fuqishëm në jetë, njerëz të lumtur në jetë dhe njerëz të suksesshëm janë ato të cilët janë falenderues, qoftë edhe për një kafe që u jepet në mëngjes. Takohemi sërish të mërkurën e radhës, deri atëherë ju vazhdoni me subscribe, normalisht ne takohemi edhe gjatë ditës, do me thënë nuk është se u mungoj unë, por kjo është një tjetër pjesë që ne dëshironim ta bëjmë së bashku. Unë sinqerisht e falenderoj njeriun i cili mori këtë iniciativën. Dhe ne do takohemi nesër me lajme të radhës, me bomba të radhës, qëndroni me kanalin Monitor TV, sepse unë asnjëherë nuk largohem nga ju.